Shikues nderuar, Talpo Televizioni u përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Policia e Gjirokastrës ka bërë publike bilancin e muajit maj për sa i përket masave administrative që janë marrë për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, ku përgjatë muajit maj janë arrestuar 3 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 7 të tjerë. Nga ana tjetër janë vendosur gjithsej 1873 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore Gjirokastër e pranishme 24 në 7 në të gjitha akset rrugore me qëllim për ndalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore. Në gjatë muajit maj janë arrestuar 3 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 7 të tjerë për veprat penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe janë pezulluar 9 leje drejtimi. Janë vendosur gjithsej 1873 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 37 masa për mosvënien e ripit të sigurimit, 6 masa për mosvënien e kaskës mbrojtëse, 10 masa për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 18 masa për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 595 masa për parakalime të gabuara, 410 masa për ndalim apo qëndrim të gabuar, 487 masa për shpejtësi tej normave të lejuara, 310 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet nga policia rrugore do të vijojnë në të gjitha akset rrugore, urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Rreth 27.000 maturantë në gjithë vendin do të nënshtrojnë provimit të dytë të maturës shtetërore ditën e sotme, ditë e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi zhvillohet në ambientet e shkollave të mesme që plotësojnë kushtet e përcaktuara në rregulloren e maturës shtetërore. Nxënësit paraqiten në orën 8:30, ndërsa provimi nis në orën 10 dhe përfundon në 12:30. Ministria e Arsimit ka përcaktuar një sër rregullash për zhvillimin e provimit. Të gjithë maturantët duhet të kenë me vete mjet identifikimi dhe të jenë të veshur në mënyrë të rregullt, preferohet në uniformën e shkollës. Gjatë provimit ndalohet përdorimi i telefonave celulare, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër teknologjike. Testi duhet plotësuar me stilolaps me një gjurmë të vetme dhe maturantët janë detyruar të firmosin në momentin e marrjes dhe dorëzimit të testit. Pas këtij provimi, maturantët do të zhvillojnë provimin e matematikës më 17 qershor dhe më pas atë me zgjedhje më 24 qershor. Këshilli i Ministrave ka miratuar një ndryshim në vendimin për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese të ndryshuar. Në mbështetje të ligjit për turizmin të ndryshuar me propozimin e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave vendosi që deri në nënshkrimin e marrëveshjes me agjencia për organizata ndërkombëtare të mirënjohura në fushën e vlerësimit të strukturave akomoduese sipas përcaktimeve të bëra në pikën 1 të nenit 7 të kësaj rregullore. Verifikimi dhe vlerësimi për klasifikimin e strukturave akomoduese me 4 apo 5 yje që janë mbajtës së një marke tregtare të regjistruar të njohur ndërkombëtarisht brand name, bëhet nga Ministria Përgjegjëse për Turizmin me aplikim të vet sipërmarrësit turistik. Pas përfundimit të këtij procesi, Ministria Përgjegjëse për Turizmin lëshon certifikat klasifikimi me 4 apo 5 yje ose vërtetim që konfirmon se struktura akomoduese përmbush kriteret e vazhdueshme për të klasifikuar si hotel me 4 apo 5 yje. Ky vendim hyn në fuqi pas votimit në fletorën zyrtare. Në tregjet shqiptare e muajit që lan pas, çmimet u ndërhoqën paksa. Statistikat tregojnë se inflacioni në maj ra me 0.3% krahasuar me prilin, por nëse i krahason çmimin me ato të majit të vitit të kaluar, ndryshimi është pothuajse i paprekshëm, vetëm me 2.2% më shumë. Për shumë qytetarë që nuk përkthehet në ndonjë lehtësim real, në treg 1 kilogram tomate vazhdon të kushtojë sa një kafe në qendër të Tiranës. Edhe vezët që dikur ishin simboli ushqimit të lirë sot janë kthyer në luks për disa familje. Ekspertët thonë se ekonomia po e gjen dalë qetësinë pas valve të forta të çmimeve që solli pandemia, lufta në Ukrainë e të tjera zhvillime, por pyetja që mbetet është kur do të dihen vërtet në xhepin e qytetarëve.
Zyrtarët e Kalifornisë u zotuan të padisin presidentin Donald Trump të ënën për të anulluar vendosjen e Gardisë Kombëtare të Administratës, duke thënë se presidenti shkelli sovranitetin e shtetit. Guvernatori Gavin Newsom e quan praninë e trupave në rrugët e Los Angeles si të palishme dhe imorale. Zyrtarët amerikanë thanë se rreth 1000 anëtarë të Gardisë Kombëtare ishin në qytet sipas urdhrave federal deri mesditën e së hënës për t'u përgjigjur protestave të migracionit. Pritet që të gjithë 2000 anëtarët e autorizuar nga Trump të jenë në terren deri në fund të ditës. Zyrtarët folën në kushte anonimiteti për të diskutuar detajet e operacioneve ushtarake. Anulloni urdhrin dhe ktheheni kontrollin në Kaliforni, kërkoi Newsom, një demokrat, në një postim të dielën në platformën e medjave sociale X. Trump, një republikan, tha në një postim në faqen e tij në mediat sociale se qyteti do të ishte shfarosur plotësisht nëse ai nuk do të kishte dërguar anëtarë të Gardës. Rusia ka humbur 998.080 ushtarë në luftimin që nga pushtimi plot i Ukrainës, ka thënë kështu shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës në një deklaratë. Ndërsa shtabi i përgjithshëm nuk e specifikoi. Kjo shifër kuptohet se përfshin të vrarët, të plagosurit, të zhdukurit dhe të kapurit rob. Humbjet e mëtejshme përfshin gati 11.000 tanke, 40.000 dronë dhe gati 30.000 sisteme artillerie sipas shtabit të përgjithshëm. Rezervat më të mëdha të arit në tokë nuk ndodhen në depot të njohura si Fort Knox, por thellë, në më shumë se 3000 kilometra shkëm, në vetë bërthamën metalike të planetit tonë. Një grup studiuesish nga Universiteti i Göttingen në Gjermani ka zbuluar izotope të ralla të ruteniumit, një metal i çmuar në lavat e ishujve Hawaii. Prania e këtyre izotopeve tregon se materiali buron nga bërthama e tokës. Ky zbulim është botuar në revistën prestigjioze Nature. Sipas Dr. Nils Messling, të dhëna tregojnë se bërthama nuk është plotësisht e izoluar nga manteli dhe se metalet të çmuara përfshirë arin, por rrjedhin nga thellësitë drejt sipërfaqes përmes proceseve vulkanike. Profesor Matthias Wilbord shton se ky zbulim ndryshon mënyrën se si e kuptojmë dinamikën e brendshme të tokës dhe origjinën e burimeve të çmuara që përdorim sot, përfshirë edhe ato të rëndësishme për teknologjitë e energjisë së rinovueshme. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.